I ftoj deputetët e nderuar që të ulën për vend të veta, po vazhdojnë me punën.
Vajza? Në salë janë 53 deputet. Koalicioni PAN, si po shihet, nuk ka ardhë, as minoritetet nuk në kanë ardhë, kështu që nuk kemi kvorum. Megjithëse nuk kemi kvorum, une kisha pas dëshirë që pak të debatojme, por për këtë thas mas pari përfaqësuesin e partisë së dytë vetëvendosjes të urdhëron dhe të thotë mendimin e vet për situatën në të cilën gjendemi. Të nderuar deputet të Kuvendit Kosovës, mund t'ju duket paradoksale ajo që do të them, por në të vërtetë në këtë seancë ku ne po marrim pjesë, unë mendoj që e ka thirrë vetë pani, i cili nuk po merr pjesë. Më 24 korrekt, presidenti tha që e thirri seancën themeluese të Kuvendit të Kosovës për të mbajtur me 3 gusht. Kjo seancë pra, ku ndodhemi sot, është ajo e 3 gushtit, e cila po vazhdon dhe nuk po kryhet për shkak të bojkotit të koalicionit PAN. E tash nëse duam të bisedojmë se i kujt është Hashim Thaçi, i cili e ka caktuar këtë seancë, ku po marrim ne pjesë, besoj se nuk kemi nevojë fort gjatë të përpiqemi për ta kuptuar të kaluara me disa eksponent të PDK-s të sapo liruar nga burgu, na tregoj qartë se është vënë me gjitha forcat në funksion të krijimit të qeverisë të ardhshme nga koalicioni PAN. Kjo i bie që koalicioni PAN nuk po merr pjesë në seancën që e kanë thirrur ata vetë. Me parametrat logjikës, kjo i përmbush kushtet e një absurdi, por me standardet e politikës PAN-it, kjo strategji padyshim është tipike se si ata veprojnë dhe gjithmonë kanë vepruar politikisht. Ata e interpretojnë të mirën e Kosovës përmes të mirës së tyre klanore. Me këtë program, ata e kanë ketë qeverisur Kosovën këto 18 vitet e fundit. Nëse po ju kujtohet mirë, në vitin 2014, PDK-ja e kishte kryesuesin e seancës dhe nuk thriste seancë me qëllim. Pra, ata e bojkotonin seancën në vitin 2014 duke mos thirrë seancë. Dhe themelimi i institucioneve, siç e dim të gjithë, në atë kohë u vonua për 6 muaj, prej qershorit, kur u mbajtën zgjedhjet, deri në dhjetor të vitit 2014, kur themeluat qeveria e Kosovës. Por sot, ata po e bojkotojnë themelimin e institucioneve duke mos u shfaqur në Kuvendin e Republikës Kosovës. Atëherë duhet ta shtrojmë çështjen kështu. Ku e kanë hallin ata? Është shumë e thjeshtë. Nuk i kanë numrat. As për me zgjedh kryeparlamentarin, as për me themelu qeverinë e ardhshme të Republikës Kosovës. Po pse a thua nuk i kanë numrat ata? Sepse numrat e tyre pa ndal këto forcat mrapshta që janë kundër qytetarëve, e cilat punojnë vetëm për të mirën e tarafit dhe jo për të mirën e shtetit. Nëse e shikojmë pozicionin aktual të 3 forcave politike më të mëdha këtu në Kuvend të Republikës Kosovës, që është koalicioni PAN, Lëvizja Vetëvendosje dhe koalicioni LAA, atëherë është e fare e qartë se qeveria e ardhshme e Republikës të Kosovës
është përpara dy alternativave. Ose do t'i ketë 81 vota me në krye lëvizjen vetëvendosje, ose do t'i ketë 59 vota në krye me PDK-n. E tash as që dua të hargjoj kohë që ta shpjegoj se cila qeveri duhet vendit tonë, sepse kjo duket sheshit dhe këtë e kupton çdo qytetar i Republikës tonë. Pani deri tash është udhëhequr nga një logjik totalitare dhe monopolizuese. Ata thonë kështu: ose duhet jemi ne në pushtet, ose nuk themelohen fare institucionet e Republikës. Kjo i bie që ata veten e vendosin në rand të parë. Ose ne, ose hiç. Ose ne, ose do të kollapsoj shteti i Kosovës. Edhe reagimi i këtyre ditëve i faktorëve ndërkombëtar e ka bërë të qartë se për çka ka nevojë Kosova. Thirrja e Kuintit që këtu t'jenë të pranishëm ata që e kanë obligim ta paraqesin propozimin për kryetar të ardhshëm të Republikës Kosovës, tregon më së miri se ku është defekti dhe se ku ka ngecur shteti i Kosovës. Pra zgjidhja është shumë e thjeshtë. Ata të cilët nuk po vinë këtu duhet të shfaqen dhe ta japin propozimin e tyre. Të kenë guxim ta bëjnë këtë gjë. Por ndryshe, formulimi i një tjetër ambasade këtu në Kosovë, se dikush nuk po guxon me lëshu pushtetin, sepse përfundon në bankat e drejtësisë, e tregon më së qarti se pse po vonohet krijimi i institucioneve të Kosovës dhe pse këta me çdo kusht duan të mbeten në pushtet. Kjo është arsyeja, sepse pushtetin e konceptojnë si amnisti nga drejtësia. Unë mendoj që populli është kureshtar dhe shumë i jetur për me pa një ndryshim të qeverisjes në Kosovë. Që krejt këto forca politike, të cilat tash po përfaqësohen përmes koalicionit PAN, të shkojnë në opozitë dhe ta shohim një qeverisje të re në Kosovë. Sepse populli është mbi të gjitha jetur për ta marrë vesh keqpërdorimin masiv që ka ndodhur në për institucionet tona, sidomos në dimenzionin e zhvatjes të paras publike, që e ka bërë këtë qeverisje në Kosovë këto 18 vitet e fundit. Po sidomos 10 vitet e fundit, që kur në Kosovë faktori kryesor i qeverisjes është bërë Partia Demokratike e Kosovës në vitin 2007. Sepse mendoj që një qeverisje e ardhshme, e cila nuk do ta kishte PDK-n, si faktor vendimtar, edhe si faktori vendimarrjes në Kosovë, është shumë pozitive për Kosovën, sepse ne të tjerët mendoj që do t'i qisnim në shesh të gjitha keqpërdorimet që kanë ndodhur deri tash. Sepse nuk i kemi borxh askujt, përveç se borxhit që ja kemi qytetarëve për t'ia treguar të vërtetën e jetës institucionale këto 2 dekadat e fundit në Kosovë. Dhe kemi shumë punë përpara. E kemi zhvillimin ekonomik që e pret Kosovën, reformat në drejtësi që nuk kanë ndodhur kurrë, dhe që Kosovës t'ja sillim një situatë kur nuk do të kemi më raportet progresit që na vinë Kosovë dhe thonë që administrata është totalisht e politizuar dhe gjyqësori totalisht i kapur. Nëse pani nuk ka kandidat tjetër përveç Kadri Veselit, ta zëm si supozim, atëherë ne i ftojmë ata, nëse s'kam propozim tjetër, të vinë dhe ta qesin këtë propozim në votim. Ne jemi të gatshëm të marrim pjesë në votim. Le ta qesin Kadri Veselin, nëse është më i duhuri dhe nëse nuk kanë kandidat tjetër. Por nëse kanë kandidat tjetër, atëherë le ta ndrojnë sa më shpejt dhe të mos e mbajnë peng krijimin e institucioneve të Kosovës dhe themelimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Ne, me këtë rast, propozojmë
që kjo seancë t'ja zë vendin tryezave politike që po i kërkon PDK-ja. Ne mendojmë që më mirë është debati të zhvillohet aty ku e ka vendin, në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe në seancë. Jo në disa tryeza jo formale dhe bile edhe të palitshme, që po i kërkon pani në mënyrë që ta zëvendësoj këtë seancë me debate politike ku ne tash aty i qesim vizionet tona për Kosovën, se kush du t'jetë kryeministër i ardhshëm, se a do t'a votojmë ne apo jo Ramush Haradinaj për kryeministër, edhe t'i shëndrojmë këtë seancë konstitutive në tryeza të debatit të pafundëm politik. Kjo është e gabueshme dhe kjo është arsyeja pse vetëvendosja i kundërshton ato konsulta të cilat po i thret pani dhe të cilat janë vetëm me një qëllim, për të blerë kohë pafundësisht derisa ata i kryjnë pazaret e tyre të pesta individualisht me ndonjë deputet skutave apo kafeneve. Regjia, ju lutem, lëshoj tonin. Regjia, ju lutem. Për këtë arsye, ne ftojmë që kjo seancë e sotme të vendosë që të zhvillojmë debat politik këtu dhe të ketë të drejtën secili prej nesh të flasë. Ta shpreh mendimin e vet për situatën e krijuar, se cilat janë zgjidhjet më të mira, të shërbej kjo seancë si thirrje për panin që të merr pjesë në seancë, dhe tek e funit ne kemi bërë betimin para disa ditësh si deputet të këtij kuvendi. Ne kemi të drejtë të flasim këtë kuvend. Sa kam të drejtë unë të flas dhe Abdullah Hoti, keni paq të drejtë secili nga ju. Faleminderit. Falenderës. Ftoj përfaqësuesin e koalicionit LEA në të urdhëroj ta merr fjalën. Falenderit kryesuesi seancës, të nderuar deputet, përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë, përfaqësues të stafit diplomatik që jeni këtu në këtë seancë. Është seanca 5 me radhë që ne mblidhemi në Kuvendin e Republikës Kosovës për të konstituuar institucionet e vendit në bazë të kushtetutës dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese. Është për keqardhje dhe është fyerje për qytetarët e vendit që deputetet e zgjedhur nuk marrin pjesë në seancë, të thirrur në mënyrë të rregull nga kryesuesi i seancës. Mendoj që tani më është e qartë për të gjithë pa përjashtim se kush janë bllokuesit e formimit të institucioneve të vendit. Është koalicioni i udhëhequr nga PDK dhe mua vjen keq që edhe përfaqësues të minoriteteve nuk janë sot prezent dhe i bashkangjiten atij koalicioni. Lëni me këtë rast në emër të koalicionit tonë të përshëndes deklaratën e ambasadorëve të Kuintit, të qartë ftojnë deputet të kryejnë obligimin kushtetues, të jenë në seancën e Kuvendit dhe të procedojnë sipas kushtetutës në themellimin e institucioneve të vendit. Kjo situatë nuk mund të vazhdojmë në tutje. Ne si koalicion jemi duke shqyrtuar modalitetet, hapat që duhet ndërmarrin kushtetues për të themeluar institucionet e vendit. Në seancën e kaluar, unë para jush e kam bërë qartë që jemi duke punu brenda grupit tonë parlamentar në sqarimin e bazës juridike për dy pyetje që duhet i drejtohen gjykatës kushtetuese. E para që me mos pjesëmarrjen në seancë dhe mos prezantim të kandidatit për kryetar të Kuvendit konsumohet e drejta kushtetuese për të pasur kryetarin e Kuvendit, dhe e dyta me rast çka ndodh me rastin në rast kur një kandidat që propozohet për kryetar të Kuvendit nuk e merr mbështetjen e nevojshme. Këto janë dy pyetje që duhet i drejtohen gjykatës kushtetuese. Grupi jonë parlamentar është duke punu në organizimin e një debati tëreze të partive politike, të LDK-s, AKR-s dhe alternativës brenda grupit tonë parlamentar. Do të ftojmë vetëvendosim dhe të gjitha minoritetet që tulemi bashkë sa më shpejt që është mundshme
për të sqaru bazën juridike për këto dy pyetje dhe për të dakurdu, pra aq sa është e mundshme, për ndërmarrjen e hapave konkret drejt zhbllokimit të themelimit të institucioneve të vendit. Jemi duke finalizuar një listë edhe të ekspertëve të shoqërisë civile dhe të fushës akademike që do na ndihmojnë në draftimin e këtyre pyetjeve dhe ajo që është e nevojshme është ndërtimi i konsenzusit mes deputetëve këtu që janë në sallë, mes të dy grupeve parlamentare që janë këtu në sallë për hapat konkret që duhet të ndërmarrin. Tani më është e qartë situata se kush e bllokon themelimin e institucioneve të vendit. Është e qartë kushtetuta dhe vendimit e gjykatës kushtetuese, pavarësisht se nuk pajtohemi sa të drejta janë ato vendime. Unë në emër të grupit tonë parlamentar do ftoj këtë tërheqës në ditë e ardhshme, do merr një ftesë zyrtare edhe ju si vendvendosje dhe gjithashtu minoritetet për të urdhër për draftu pyetjet për gjykatën kushtetuese. Rrugë tjetër nuk ka. Është hera 5 që në mënyrë të rregullt ftohet seanca nga kryesuesi i seancës. Ne marrim pjesë këtu. Kemi mbështetjen e faktorit ndërkombëtar për gjithë deputetët që të marrin pjesë në seancë të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese. Unë kryesues i kësaj seance, ashtu si ju kam thënë edhe herën e kaluar, unë juftoj që të thirrni takim konsultues. Si Lidhje Demokratike, si koalicion, gjithmonë kemi qenë pro dialogut dhe gjetjes së zgjidhjeve. Edhe tërheqja që sapo e propozova është në frymë të krijimit të dialogut të nevojshëm brenda institucioneve të vendit, në mënyrë që në seancën e radhës përfundimisht të japim zgjidhje krijimit të institucioneve të vendit. Unë ftoj që ju në ditën e ardhshme të ftoni takimin konsultues me të vetmin pikë të rënë ditës që është caktimi i seancës së ardhshme. Në ndërkohë ne do të organizojmë tërheqjen tonë për të bërë gati argumentet juridike për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese. Faleminderit kryesues. Faleminderit. A ka dhe dikush tjetër që kësh me thonë mendim për këte? Unë po mendoj me thonë të drejtën, po mendoj me qenë se pani me kam gullje, nuk do të vinë në mbledhje disa të mbatë edhe një bisedë konsultative me të gjitha partit që ka deputet të kuvend. Këtu shie qartë që vendvendosja nuk është për një takim të tillë dhe një konsultim të tillë, se ka mendimin që konsultimit të tilla mund të bënë vetëm këtu në kuvend, do të vinë në kuvend. Unë marr të drejtën time dhe them, ju propozoj që megjithatë ata kanë kërkuar të caktoj edhe një bisedë konsultative me ta, unë do të shkoj me ta. Vendvendosja dhe koalicioni LEA vinë, punë për ta është, ta vinë me marrë pjesa po jo, por do të shkoj në takim të mërkurën në orën 10, po vetëm me një pikë rendite kur janë të gatshëm të vinë në seancat e kuvendit dhe të dalin me emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Kjo është hera e fundit. Nëse, sikur se konsultime tjera, se mas konsultimit parë, me njerë kërkun një konsultim mas disa dite. E pranova, e caktuma takim, u takum dhe me njerë kërkun edhe një takim tjetër mas disa dite. Vazhdimisht, zhagitje e punës. Këte nuk do të prani kurse si. Por takona me të mërkurën, po i digjoj, dhe fund për jo bëj pyetjen ato që po bëjmë të gjithë një këtu, kur do të vinin në mbledhje, kur një të gatshëm të dilni me emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Ma të i paskove ta, qa me folë. Udhoni. Nëse... Kush? Sami Kurteshi? Unë zëtë Sami. Se nuk e pashë. Deputeti vendvendosjes e ka fjalën. I nderuar kryesues, faleminderit për fjalën e dhënë, të nderuar dhe të nderuara kolege deputet, të nderuar mysafir. Neni 58 Kushtetutës Republikës Kosovës, paragrafi 7, thot Republika e Kosovës siguron
në baza jo diskriminuese që të gjitha komunitetet dhe pjesëtarët e tyre të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre të specifikuara me këtë kushtetutë. Ne në 21 rregullores së Kuvendit të Republikës Kosovës në paragrafin 2 thot shprehjimisht deputeti i Kuvendit të Kosovës ka të drejta dhe detyra të barabarta për pjesëmarrje të plotë në punimet e Kuvendit dhe vepron sipas bindjes dhe ndërgjegjës së tij. Theksoj të drejta dhe detyra të barabarta për pjesëmarrje të plotë në punimet e Kuvendit. Përfaqësuesit e komuniteteve, ashtu siç quhen, jo shumicë apo pakicave apo minoriteteve, nuk duhet të udhëhiqen nga parime në thojza, po them, kundër kushtetuese, kundër ligjore dhe të bojkotojnë punimet e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pa marrë parasysh përbërjen e Kuvendit apo të qeverisë, përfaqësues të komuniteteve si përfaqësues të njerëzve të tyre me vende të garantuara në këtë Kuvend, për shkak të votës së kërkuar dhe të marrë për qenë pjesë e këtij kuvendi ku diskutohen edhe përfaqësojnë interesat e të komuniteteve tyre, janë të obliguar dhe duhet të jenë të pranishëm në seancat e kuvendit. Deputetët e komuniteteve jo shumicë formalisht nuk janë pjesë e koalicionit PAN. Mirë po, asnjëherë nuk i kanë sqaruar qëndrimit e tyre. Pyetja ime për gjithë deputet e komuniteteve dhe deputetet e komuniteteve jo shumicë është: pse bojkotoni punimet e kuvendit? Cila është arsyeja? Interesi i komuniteteve tyre, interesi shoqëror është që komunitetet gjithmonë të jenë të pranishëm në vendet që u garanton kushtetuta për të mbrojtur edhe përfaqësuar interesin e komuniteteve tyre. Cila është arsyeja që ata pa asnjë sqarim nuk bëhen pjesë e institucioneve që kanë të bëjnë me interesat e komuniteteve tyre, apo ndoshta udhëhiqen nga interesa personale. Mirë, po për këtë nuk e kanë marrë votën. Faleminderit, zoti kryesues. Faleminderit. Ka dhe dikush që undroni zonja Mimoza Kusari. Faleminderit kryesues, të nderuar deputet. Është hera e parë që po drejtohem nga kjo foltore si deputete e Kuvendit Republikës Kosovës. Dhe në herën e parë, në adresimin tim, publikisht ju kërkoj falje qytetarëve të Republikës Kosovës për situatën e cila është kriju në vend, për përgjegjësinë që secili nga ne e mbajmë, dhe sot asnjëri nga ne, për arsye të cilat tashmë po dihen, nuk mund të jemi në krye të kësaj përgjegjësisë, për shkak se në vend se në këtë kuvend të bëjmë zgjidhje për problemet e qytetarëve të Republikës së Kosovës, po i rëndojmë qytetarët e Republikës me problemet që po ju shkaktojmë ne nga ky kuvend. Ne po flas si deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Situata e krijuar vetëm ka filluar të shkaktoj humbje të cilat sot edhe kanë edhe shifra dhe vlera monetare. 15 milion euro të kredisë së Fondit Monetar Ndërkombëtar u humben si rrjedhoj e faktit që s'kemi pasur qeveri e cila do t'ishte në përbërje dhe funksionalitet të plot për të nënshkruar këtë kredi. 5 milion euro u shpenzuan për mbajtje të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ekziston rreziku i mbajtjes së zgjedhjeve tjera të jashtëzakonshme. Kur zgjedhjet e jashtëzakonshme bëhen situatë e zakonshme në vendin ton, atëherë me të vërtetë jemi duke ju ofruar një shteti me një status të krizës së përhershme. Ajo çka ne po ballafaqohemi tash është me kërkesë për konsultime të matutjeshme të partisë ose koalicionit i cili doli i pari nga këto zgjedhje. Konsultimet është dashur të bëhen para mbajtjes së zgjedhjeve. Konsultimi i vetëm që mund të mbahet tash është taktimi i seancës
kur do të përmbyllet seanca e parë e Kuvendit Republikës së Kosovës në legjislaturën e 6. Dhe do të jetë të zgjedhë Kuvendi organet e veta dhe të mandatohet një përfaqësues i këtij koalicioni për formimin e qeverisë dhe të filloj ecja 15 ditëshit brenda së cilit ata duhet të formojnë apo mos ta formojnë qeverinë. Por jo të vazhdojmë dhe të thellojmë krizën e krijuar në Kosovë, e cila sot është krizë e cila është duke vënë mbi supet e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Mos të harrojmë edhe një fakt. Këtë vit prap njëjtë sikurse në vitin 2014, Kosova do të mbes pa rishikim të buxhetit. Kjo mungesë e rishikimit të gjitha agjencioneve buxhetore do t'ju shkaktoj probleme shumë të mëdha. Në ato probleme do të ketë faktura të papaguara, do të ketë mungesë të realizimit të projekteve, do të ketë drejt për drejt humbje tek të gjitha agjencitë buxhetore dhe rrjedhimisht tek mungesa e performancës së institucioneve. Ajo që kam duhet të them edhe një herë është gjithashtu që kërkoj falje korit diplomatik të Kosovës dhe atyre që janë përfaqësues të akredituar këtu dhe jashtë që e përcjellin me brengosje situatën në një vend që besuan shumica prej tyre se do të jetë demokraci funksionale. Por gjithashtu është edhe një mesazh pozitiv apo një dritë në fund të tunelit, se ky është fillimi i fundit i një keqeverisje, i një mentaliteti që shtetin mund ta trajtojmë si plaçk tonën. Shteti nuk trajtohet si plaçk dhe pse nuk mund të bëhet një gjë e tillë, po shihen kariket e zbrasta këtu para meje dhe para jush edhe para gjithë qytetarëve të Kosovës, se ata gradualisht kanë filluar të heqin dorë nga ato gjëra që i kanë kapë. E fatkeqësisht, një kapje e tillë më e rënduar është edhe tek organet e rendit, tek organet e drejtësisë, tek një vendim i gabuar i gjykatës në vitin 2014, që e favorizoi një grup politik, por që ai vendim tash po i vjen mbrapa dhe po e han po të njëjtin grup politik. Prandaj për ne gjithë këtu ta kemi një të përbashkët, që së bashku dakordohemi që të ketë një takim të subjekteve politike për caktimin e datës kur do të përmbyllet krijimi i institucioneve, gjithsesi konstituimi i Kuvendit, dhe pas saj të fillon 15 ditëshi. Se mos konstituimi i Kuvendit nuk është duke e bën një zgjidhje për Kosovën, por është duke e thellu krizën e Kosovës. Ju falenderit. Falenderit. Frashë Krasniqi ka kërku fjallën. I nderuar i kryesuesi i seancës, të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, është shumë interesant me ardhë për herë të parë në Kuvend dhe me pa që koalicioni i krimit, që jamojnë vetit për të guximshëm, për komandanta, nuk guxojnë me ardhë këtë me konë pranishëm këtë salë. Kjo është ndjenje mirë për fillim, mirë po është keq që nuk po krijon institucionet e Kosovës. Është interesant për shkak se Ramush Haradinaj thoi që qimerët veç me sportet ronda, është shumë çudi që është u mshev që atë gjithë kohës prej që ka fillu kuj Kuvend. Ndërkohë po ashtu edhe Kadri Veseli, i cili halo nuk po mund me pranu dështimin e madh që e ka psu në fushat, nuk ka hub krejt, nuk po do këtë kërka, u mshev. Përveç kur peqet PDK-n me sulmu me i prish parqet në komunë Prishtinës që mjalon fajnë vetë vendosjes me thonë po këtë qeverisë. Mirë po kjo sa për fillim është shaj e mirë, sepse kjo të regon që edhe nëse këta arrin mi bo numrat, edhe me bo një farë qeverie, diqysh me shantajë, me kërcnime, me joshje, kjo ka me konë qeverie ikjes, ka me konë qeverie panikut, që ashtu qysh veç po fillon ky mandat me ikjen e tyne. Dhe kjo maksimalisht do t'i ketë 1 deri në 2 vjet jetë gjatësi dhe do t'jetë shënjus i fundit, i përfundimit qeverisjes të krimit, i përfundimit qeverisjes kriminelve, që nuk kanë lënë asgjë pa bo në Kosovë, të natë këqijat i kanë bo, duke u thirrë vazhdimisht në emër të luftës dhe të komandant Llakut. E kanë shkatruar ekonominë, e kanë falë territorin, janë në gjendje me kthy Serbinë në Kosovë. Krejt këto dhe prapë në fund me thonë na jemi komandanta, na jemi krahi luftës. E që ku po dojnë me bazu krijimin e qeverisë të re, që hala nuk po mujnë me bo, po që jenë të shpresu me bo, në 2 shtylla kryesore. Në listën sërbska, masaksisht kriminelin Milan Radojičić, që është zëvendësi Veselinovicit, që ka kry dhe vazhdon me kry krimin veri të Kosovës,
që i kërcënon me vdekje policët e Republikës Kosovës dhe me cilin Ramush Haradinaj po takohet vazhdimisht për m'ia marrë mbështetjen e listës sërbska, si dhe shtylla e dytë po pritet me kon Uk Rugova, një kriminal tjetër ordinar për bëmat e cilit e dim tash më krejt. Pra ja çfarë krahu i luftës e çfarë trimat guximshëm janë këta. Për me rujt krimin e tyne edhe 1-2 vjet maksimumi, janë gjendje miron gjuj listës sërbska. Janë gjendje miron gjuj Uk Rugovës, e na e dim që kam folë të atën jetën e tyne për Ibrahim Rugovën, janë gjendje miron gjuj Uk Rugovës dhe kriminalve tjerë si kuraj, e sekserve tjerë, cilë ton kohën jënë konë të parëndësishëm, kurse sot po bohën përcaktues për institucionet e vendit. Përmbaju kësaj teme që e kemi. Jo ma largë, po veç po mundohem me folë pak arsyet çka ashtu ndodhën situatën politike. Pse çashtu u zhvillum fakt brenda vetë panit, çka po e pret Kosovën edhe kur të vinë ata këtu në këtë seancë. Jo ma largë se 25 shkurt të këtij viti, pa lekaj vetë, pa deklaru që lista sërbska janë një grup banditësh, po e citoj, pinjoll të Nikoliqit, Vučićit e Dačićit, dhe kishte kërku nga qeveria e Kosovës që të shpallën persona non grata dhe të përjashtohen komplet nga Republika e Kosovës. Qa ka ndryshu tash? Tash ju peshini, jëmë bashkë me listën sërbska, nuk vinë kuvend, koordinohen 100% me listën sërbska, e cila po ashtu i thejke Ramush Haradinaj kriminali luftës për tash, nuk kanë ma probleme bashkëpunu, sepse është e qartë që Ramush Haradinaj, Kadri Veseli, për me vazhdu qeverisjen e tyne, jënë të gatshëm me arru gjithë qa që kanë folë, jënë të gatshëm me këthy ndikimin e Sërbis, dhe këto po e din lista sërbska, prandaj nuk po i pengon Ramush Haradinaj. Por, çka nuk po kupton në naivitetin e tij politik, Ramush Haradinaj, është që edhe nëse arrin mi shantazhu deputet, mi kërcnu e mi ble, që ashtu po do këtë. Edhe nëse arrin me bo këtë punë, populli Kosovës e ka bo ndryshimin. Është përcaktu gjithë shka. Ramush Haradinaj për me u bo kapiten, ka hyp në një barkë e cila është duke u fundos, e cila i ka ardhë fundi. Dhe këtë fund, kemi me asiguru në momentin që kthehen kuvend, nuk kanë me pas qeverisje të rahatshme për asnjë moment gjatë kësaj legjislature. Faleminderit. Të falenderit. Ftoj Drita Milakun dhe le të bëhet gati Lamino Tahiri. Ftoj deputetët që marrin pjesë tute në debat, në diskutim, ti përmbajemi këtij problemi. Si të dalim nga ky ngërç kur po na mungon pani. Odorizoj. Faleminderit kryesues. Përshëndetje të gjithë të nderuar. Përshëndetje gjithë qytetarët që janë duke na përcjellur. Është 4 herë radhazi jemi ftuar, sot është hera e 5 që poftohemi për t'i konsoliduar institucionet, ne deputetët të cilët na zgjodhi populli. Edhe pse kisha probleme shëndetësore, konsiderova që përpara qytetarëve ky angazhim është më i domosdoshëm dhe e pashtë arsyeshme të jem jo vetëm ta jap betimin, por të se herë na fton kryesuesi të qëndroj dhe të jam këtu. Të gatshëm nuk ishin të gjithë dhe nuk janë. Ata të cilët po thirrën se i kanë marrë votat dhe kanë dalë të parët, është fjala për panin. E pa kuptim të është pengesa atyre për zvarritjen e formimit të institucioneve dhe kjo vjen si rezultat i mungesës së numrave, se po t'i kishin numrat, ata këtu do të ishin para nesh sot. Vijnë nga qyteti i Prizrenit, një ish bastion i PDK-s dhe i Shikut, deri me datën 11 qershor. Dhe e di shumë mirë se si kanë marrë votat ata me shantazhe, me kërcënime dhe me blerje. Kësaj here dua me arsyetu panin pse nuk për lëshon mundësin me qenë në qeveri.
Duhet i përmendi vetëm 3 pika të programit televizjes Vetëvendosje që i kam shumë për zemër dhe që do të jem kujdestare pa kompromis deri në realizimin e këtyre pikave. Në 1. Pika 31 e programit të qeverisjes Lëvizjes Vetëvendosje ka të bëjë me hetimin parlamentar të organizatës së Shikut. Pika 33 është zbardhja vdekjes së Astrid Daharit dhe gjitha vrasjeve të pas luftës, duke përfshirë edhe vrasjen e komandant Drinit. Dhe pika 35, miratimi dhe zbatimi i ligjit antimafia. Jam e bindur që me zbatimin e këtyre 3 pikave, një pjesë shumë e madhe deputetëve dhe politikanëve të panit do të përfundojnë burgje. Po është e vërtet dhe pështim nuk ka veç sa ka vonim. Pra kjo është arsyeja kryesore që ata me çdo kush insistojnë me metin qeveri. Dhe për fund, gjithë ata të cilët ju kanë bashkangjitur panit dhe mendojnë me ju bashkangjit, ose janë profiter të luftës, ose janë vrasës të pas luftës, apo haraqegjinj e biznesmen që shpërlajnë para, se ndryshe nuk do të kishte mundësi të ishin bashk. Dhe më thonë këta interesi i ka bo bashk, ndërsa tani së fundi frika. Interesi i ka nda dhe së fundi frika i ka bo bashk. Me datën 11 qershor e kanë marrë në gdaunin, klasik, dhe jam e bindur që me datën 22 dhjetor do t'i qesim krejt prej ringut. Ju faleminderit. Faleminderit. Le të onon zotëriu Lamnot Tahiri dhe le të bëhet gati Fatmire Muli Hoxha. Faleminderit zoti kryesues, të nderuar kolegë deputet, ju që jeni që 18 vite në këtë parlament. Unë vetëm i drejtohem popullit që nuk kam marrë këtu në parlament dhe nuk kam marrë vota për të krijuar një urrëtie mes nesh. Unë mendoj që gjua parlamentare është ndryshe. E falenderoj shumë zotin Bexhet Pacolli me gjithë insistimin e tij për kandidimin tim si deputet dhe me dekorim të numrit 10, unë tani jam këtu një shërbëtor i popullatës. Duhet i drejtohem kolegut deputet zotit Krasniqi që komandantët kanë gjithmonë guxim, e dini ju mirë edhe dim gjithë ne këtu, edhe po mos të ishin ata komandant, as zoti Adem Mikollovci nuk do ta kishe përjetu prap gjuhën shqipe ta flet këtu në parlament kur dikur e ka dërbuar me dhunë Serbia. Unë them mos i përfshit gjithë njerëzit, sepse ka njerëz të ndershëm edhe për komandante, ata që janë nëpër gjykata sigurisht një ditë ndoshta do t'ju ndodhë më u gjyku, por unë këtu mendoj që do të tjetër gjuhë por me ecë përpara. Asnjë sens më intereson e kaluara, nëse dojmë të ecim përpara dhe me zhblloku institucionet, duhet me gjuhë jo urrëtie, por mendoj një bashkim politik për të ardhmen e këtij vendi. Pra e këtë kjo ardhmë ju kemë, është të ranë para këtyre diplomatëve me i hy gjithë komandantë të ushtrisë qendrore të Kosovës. Respekt. Faleminderit. Le të udhëzoj Fatmire Muli Hoxha, bëhet gati Arben Gashi. I nderuari kryesues, kolegë deputet, përfaqësues të mediave dhe ju musafir. Deputeti i zgjedhur ka përgjegjësi dhe obligime. Dhe unë mendoj që asesi nuk mund të barazohen deputet prezent sot këtu në këtë seancë me ata deputet që sot qëndrojnë diku tjetër dhe nuk janë në nivel të detyrës, për çka janë zgjedhur. Ju e dini fare mirë dhe krejt opinioni publik që seancën e ka thirrë ai i cili do të duhet ta përfaqësonte unitetin e popullit, do thot presidenti i vendit, duke na siguru neve dhe tërë qytetarët e Republikës se përfaqësuesit e koalicionit PAN e kanë siguru që i kanë votat e nevojshme, prandaj është thirrë seanca me 3 gusht, ju e dini me shumë vonesë, vetëm 5 ditë para përfundimit të afatit ligjor. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që përfaqësuesit e PAN-it, jo vetëm që erdhen me vonesë, por me një arrogancë të paparë, erdhen dhe e treguan që ajo nuk ishte e vërtetë. Dhe çka ndodhi? Prap, ai që do të duhet të përfaqësonte unitetin e popullit, nuk dul i pa 2 obligime, ose t'i ftoj përfaqësuesit e PAN-it në një takim publik dhe ta sqaroj situatën
apo të del dhe të kërkoj falje publike para qytetarëve të Republikës. Pse ndodhi ajo çfarë pam ne këtu? Dhe pse po ndodh në vazhdimsi deri në ditën e sodit kjo? Ju e dini që vetëm një zgjidhje. Gjitha takimet konsultative o dashur me përfundu deri me datën 3 gusht. Ne që jemi këtu nuk kemi çka më konsultu. Gjithë ne jemi deklaru publikisht që nuk do të bëjmë koalicion me të ashtu quajturin koalicion PAN. Dhe besoj që kjo nuk do të ndryshoj. Ata erdhen kërkun kohë. Ju lutem, nuk kërkun kohë për 2 deputet eventualisht nga koalicioni tyre që për ndonjë arsye do të ishin jashtë shtetit dhe t'i presim ne me mirë kuptim që të kthehen në vend. Plus, nuk na sigurun që janë në bisedimet për një koalicion tjetër të mundshëm. Ajo çfarë kërkun është që qoftë me shantazhe apo me joshje, t'i përfitojnë edhe 2 vota në favor të tyre përmes 2 deputetëve, që përfaqësuesit e tyre janë deklaru publikisht që nuk do të bëjnë koalicion me PAN-in, që do të thotë vetëm kontrabandim se në atë formë ose vullneti atyre deputetëve i ndryshum brenda natës dhe të ndodh diçka e re. Dhe ajo nuk po ndodh, se unë besoj që integriteti çdo deputetit, ato që deklaron publikisht, ai duhet të qëndrojë prapa asaj. Prandaj kjo faktikisht nuk po shihet që i kanë numrat. Përgjegjësia e tyre është që të vinë këtu, të deklarojnë, ta qesin kandidatin, fillimisht për krye parlamentar, nëse votohet mirë, nëse jo kanë mundësi ta ndryshojnë kandidatin, dhe të hapin rrugë për krijimin e institucioneve. Për ndryshe, qytetarët e Republikës kanë rastin të shohin kush sot ja don të mirën këtij vendi. Pa marrë parasysh çfarë të kaluare e ka cili do prej neve. Ju falenderoj. Falenderës, Arben Gashi e ka fjalën. Le të bëhet gati Arber Regjaj. Faleminderit i nderuar kryesues, nderuar kolegë deputet. Ne sot këtu në këtë sallë duhet dërgojmë mesazhet e qarta të përfaqësimit qytetar, të vlerave njerëzore dhe të idealit të shoqënisë kosovare. Duhet dërgojmë mesazhe se çfarë shoqënie po ndërtojmë dhe cila do të jetë ardhmja për qytetarët e Kosovës dhe cila do të jetë ardhmja për fëmijët tonë. Gjuha që përdorim ne duhet të jetë e kujdesshme dhe jo një gjuhë që na çon në konflikte të brendshme të panevojshme. Po ashtu elementi kryesor që ne kemi që na bashkon gjithëve këtu është të qenurit deputet, përfaqësues të popullit, që duhet të mbledhen në kuvendin ku përfaqësojnë popullin. Dhe si rezultat i dialogut, diskutimeve, debateve, gjejnë zgjidhje. Zotrinjt e koalicionit PAN dhe zonjat, cilët nuk vinë që 5 seanca në kuvend, kanë humbë esencën. Ata janë për të përfaqësuar elektoratin e tyre në kuvend, për të ardhur në kuvend dhe diskutu, dhe për gjetë zgjidhje, për dhënë propozime. Ata e kanë drejtën ekskluzive të propozimit kandidatit apo të kandidatës për kryetarët të kuvendit. Por nuk e kanë drejtën ekskluzive të bllokimit të punës kuvendit. Ata duhet të propozojnë. Ata hala nuk kanë propozu. U bën disa muaj që zgjedhjet janë përfundu dhe ata nuk kanë ardhur në kuvend me propozu një kandidat apo kandidate për cilin ne me votën tonë duhet vendosim. Sepse ndoshta mund të jetë ndonjë kandidat apo kandidate që ata e propozojnë dhe që është i pranueshëm për gjithë ne, ose për disa të paktën për 61 prej neve. Në këto rrethana ne duhet të shohim se jemi në 2 situata. Situata e parë është e bllokadës politike si rezultat i refuzimit të vazhdueshëm të koalicionit PAN për të marrë pjesë në seanca dhe të propozuar kandidatin e tyre. Dhe situata e dytë është kushtetuese. Si duhet dalin pikë kësaj gjendje? Ne duhet gjejmë një zgjidhje. Nëse ata nuk janë të gatshëm me ardhmë në kuvendin e Kosovës dhe me propozu kandidatin e tyre, atëherë ne duhet shohim se cila është rruga e daljes. Rruga e daljes, për mendimin tim, personal duhet konsiderohej edhe mundësia e procedimit të kuvendit me vetdije, me zgjedhjen e nënkryetarëve dhe trupave tjera, ata që na takojnë, neve na takojnë. Vetvendosi si takon një nënkryetar, Lidhja Demokratike i takon një nënkryetar
komunitetit serbik takonin në kryetar dhe komunitetive tjera ju takonin në kryetar. Sepse ju e dini që kryesia e kuvendit është organ politik, si mas organizimit kushtetues që kemi në Kosovë. Kryetari i kuvendit është përfaqësuesi i grupit më të madh politik, por kryesia si e tillë është përbomje politike, nuk është përbomje menaxheriale. Kur është konceptuar kushtetuta e Kosovës, në esencën e vetë ka pas përbomjen e kryesisë kuvendit si organizim politik, si përfaqësim edhe etnik, edhe i forcave politike në kuvend. Pra, pani ka kryetarin dhe nën kryetarin e parë, vetëvendosja ka nën kryetarin e dytë, LDK-ja nën kryetarin e tretë, komuniteti serb nën kryetarin për pakicën serbe dhe komunitetet tjera e kanë një nën kryetar me rotacion. Pra, tënësia e tij është një përbomje politike. Askush dhe asnjë praktik nuk mund të na mohojë neve drejtën e propozimit të kandidatëve tonë. Më rëndësi është që ne të mobilizohemi, të jemi të paktën 61 deputet në sallë dhe të propozojmë kandidatët tonë. Të zgjedhim kandidatët dhe nëse arrim të bindim edhe komunitetin serb dhe komunitetet tjera që të vinë seancë dhe ata të propozojnë përfaqësuesit e tyre, atëherë ne kemi quorum për punë. Dhe hyjmë në një situatë tjetër. Dhe këtë situatë kemi dy momente. Momentumi i parë është nëse Partia Demokratike pretendon që ka ndaj shkelje kushtetuese, megjithëse gjykata kushtetuese është dashur me thonë që nuk ka shkelje kushtetuese sepse ne po zgjedhim përfaqësuesit tonë, jo përfaqësuesit atyre. Atëherë ata e çojnë rastin gjykatës kushtetuese dhe gjykata duhet të gjykojë mbi rastin e krijuar. Ose hymë në fazën e afateve, limiteve kushtetuese 15 ditë, presidenti ka 30 ditë me dhonë kandidatin për kryeministër dhe 15 ditë zgjedhet kryeministri të krijoj kushtet për me u bë, nëse jo, atëherë vjen rasti shumicës tjetër. Pra në këto rrethona him limite kushtetuese në afate kohore, mbi bazën e cilave nëse nuk arrim me pas një zgjidhje, mbesim shkojmë automatikisht në zgjedhje, nëse jo kemi zgjidhje ose kushtetuese ose zgjidhje teknike, praktike, cilën ne duhet ta krijojmë. Nuk kemi rrethona tjera, ose duhet veprojmë, ose jemi në situatë të vdekjes politike në aspektin e vendimarrjes. Pse? Sepse ata s'vinë. Çka nëse nuk vinë 2 vjet? Çka nëse në situatë hipotetike pas zgjedhjeve tashme do të kemi parti radikale të cilat do të fitojnë në Kosovë dhe do të çesin kushte ekstremisht papranueshme për ne. Ndohet skena politike në 10 parti, 15 parti, sepse ne kemi sistem proporcional. Dhe në kuvend mundet me hyrë secila parti e cila merr një numër të mjaft minimal për me hyrë në kuvend. Pra, jemi në situatë në cilën duhet kemi zgjidhje politike e cila ka pasoja kushtetuese, bazë që gjykata kushtetuese me gjyku, nëse dikush ankohet, por duhet bëjmë zgjidhje. Nuk mundemi me prit pafundësisht Partinë Demokratike dhe alat të saj. Ata nuk po vinë, ata nuk po tregojnë kur kanë me ardhur. Ata s'po tregojnë asnjë lloj vullneti me anë këtë kuvend. Çka duhet me bëna? Me prit, pafundësisht. Apo me i propozu njerëzit tanë. Përfaqësuesit e partive politike duhet me u konsultu me zvete, LDK-ja dhe vetëvendosja dhe komunitetet pakic, që të paktën komunitetet pakic të jenë sallë dhe të propozojnë kandidatë të tyre. Na kemi drejt kandidatin ton, ju keni drejt kandidatin e juve, të tjerët kanë drejt kandidatë e vetë, ne nuk po i propozojmë kandidatë të PDK-s, i propozojmë vetë kur të vinë. Por, si organizim politik, kryesia e Kuvendit të Kosovës është përfaqësim politik dhe etnik. Kështu është konceptuar kushtetuta e Kosovës. Nuk është organizim teknik për mbarvajtje të seancave, është organizim politik. Në kryetarët e Kuvendit përbojnë kryesi në Kuvendit. Dhe kryesia e Kuvendit merr vendimet me shumicë. Në këtë rast, në kryetari i LDK-s, vetëvendosjes komunitetit serb dhe komuniteteve tjera përbojnë shumicën 4-2. Dhe do të mund të hyshim në një procedurë, hipotetikisht është thjesht një interpretimi, por hymë në një fazë tjetër. Ne duhet hymë në një fazë tjetër që ta zgjidhim një herë për gjithmonë këtë problem, të mos na përsëritet në të ardhmen. Kemi pas këtë problem herën e kalume, po e kem tash, do ta kemi edhe herën e ardhshme nëse vazhdohet me këtë logjik. Duhet të ndërtojmë precedentin e ri, ose kërkojmë rrugë tjera alternative. Nëse dikush ka një zgjidhje e cila është e qëndrueshme dhe e cila mund të krijojë bazë të qëndrueshme për me zgjidhur këtë problem, të bllokimit të kuvendit. Kuvendi bllokohet sepse nuk vjen me as me diskutu. Çfarë është kjo logjik kështu? Si ndërtohet logjika kështu? Më pëlqej deklarimi i zotit Konjufsa, i cili tha, ne do të jemi seancë edhe nëse ata propozojnë Kadri Veselin. Edhe kondo që ta propozojnë është e drejtë e tyre. A e votojmë, nëse votojmë është çështje tjetër.
është çështje individuale, grupore, politike, se kanë votojnë, kanë se votojnë. Por e drejta e propozimit është e drejtë e tyre. Ju ka dhënë nga gjykata kushtetuese me interpretimin që e ka bë. Prandaj këto rrethona ne duhet ose gjejmë konsensus politik mes dy forcave kryesore që janë LDK-ja dhe vetëvendosja nga rreth të shqiptarëve, ose ta thejmë dyqysh këtë status quo. Status quo-ja po e dëmton rënd interesin e vendit. Me këtë status quo nuk ecet përpara. Me këtë precedent i cili është ndërtu në vitin 2014 nuk ecet tutje. Duhet me thy status quo-n. Që ta thejmë status quo-n duhet ide kreative. Ide mbi cilat mund punohet, mund ndryshohen, po jo me nejt në status quo. Me status quo nuk ka avancim. Sepse e kemi kriju logjikën se gjithë secili këtu është i shitshëm. Sepse pani po këshyr kanë me ble. Kanë me ble, kërkan s'ka me ble heq. Me pas konë si shite, dikush i shite dhe sot. Kush u shit? Kërkush. Çka është ky diskurs publik? U shit ky, u shataj, po shitet ky, po shitet ai. Cila është vlera që i transmetojmë na? Se gjithë s'ka është në shitje këtu. Se gjithë s'ka mundet mu ble. Jo. Ky është kuvend ku na përfaqësojmë mbi bazën e një ideali, mbi bazën e një vlere me cilën kemi konkuru. Dhe pastaj mbi bazën e saj ne duhet të qeverisim. Jo të krijojmë psikologjinë sikur gjithçka këtu nuk ka vlera si gjë, gjithçka është e shitshme, gjithçka është e bleme. Këtu është përfaqësimi i shoqënisë kosovare, me të mirat dhe të këqijat e veta. Që kjo është shoqënia jonë, që kjo që përshije çdo. Nuk është ndryshe. Shtojmë vlerat që ne i përfaqësojmë. Kështu që të nxjerrim më të mirën, në mënyrë që të japim më të mirën vendit. Faleminderit. Faleminderit. Unë vetëm dua të them këtë, pra s'tja fjalën Arvo, 1 minutë lutem fal. Propozimi i Arbenit është interesant mjaft, por rregulloria e punës së kuvendit nuk na mundson në zgjedhje të tillë. Sepse nën kryetarët e 3 partive me shumicë të deputetëve që kanë në kuvend zgjidhen në një pako për i heri, ndërsa në pako të veçantë zgjidhen minoritetet dhe lista srpska. Në këtë rast na mungon pani prap që të jetë kjo pako komplete për të zgjedhur kryetarët. E vim të diskutojmë, debatojmë, por nuk është rregulloria nuk e lejon. Të lutem zotëri Arba Rexhaj, le të bëhet gati ky Armend Zemaj. Faleminderit kryesues, përshëndetje të nderuar kolegë, përshëndetje të nderuar mysafir. Qytetarët e Kosovës në zgjedhjet që kaluam kanë zgjedhur lëvizjen vetëvendosje, tashmë subjektin politik më të madh në nivel vend. Kjo nuk është vetëm një fitore e zakonshme e qytetarëve, por është një fitore e jashtëzakonshme e tyre kundër panit, triumf i vetdijes qytetare kundër kapësve të shtetit dhe klientelizmit gjithandej vendit tonë. Pani nuk vjen sepse ato e kanë poshtur jo vetëm numrat, të cilat me një gjuhë as pak të dinjitetshme i quan dhe i etablon deputetët si numra. Pani nuk vjen sepse ato e kanë poshtur qytetari i Republikës sonë, një republikë e cila duhet të rilindë. Dhe kjo republikë nuk rilind me panin, as me numrat e panit. Kosova ka nevojë për ndryshim, rilindje, një perspektivë për zhvillim të gjithë mbarshëm, shoqëror dhe shtetëror. Ky moment në të cilën ndodhemi është momenti më i rëndësishëm pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ku manifestua vullneti popullor për ndryshime radikale në institucione, i realizuar si ndëshkim popullor kundër qeverisjeve kriminale, të cilat e kanë dëmtuar qytetarin dhe shtetin tonë. Dhe kjo është vetëm fillimi, sepse tashmë qytetarët kanë vendosur për ndryshime. Vullneti për ndryshim nuk ndalet me blokada të qëllimta e bojkote të institucioneve demokratike, veçanërisht kur ato bëhen nga hipokritët që qjerën si institucionalist të betuar. Ata tashmë nuk i friksohen vetëm vetëvendosjes, por edhe qytetarëve të vetëvendosur.
Prandaj bllokimi është arma e tyre e fundit. Nuk do të munden të bllokojnë në pafundësi, sepse në fund qytetari ka për t'i bllokuar dhe nxjerrur nga vrimat ku janë fshehur e nuk vinë këtu. Ai do t'u jap mësimin siç u ka dhënë edhe tani. Në udhëkryqin politik në cilin po tentojnë ta ngulfatin Kosovën, do të bëhet kthesa historike që përfundimisht do ta çliroj këtë vend nga bandat kriminale. Sepse ne e dim, ata e din, të gjithë e dim se këtu veç vonesa pra mund të ketë, por asesi për ta nuk do të ketë shpëtim. Janë bërë bashk Kadri, Ramush, Fatmir, të cilët nuk shohin asgjë tjetër pos pushtetit. Pushtet për vete, varfri e mjerim për qytetarët. Kosova ka nevojë për rilindje, dhe këtë nuk mund ta bëj as Ramushi, as Kadria, as Fatmiri. Këtë nuk mund ta bëjnë as të tre bashk. Këtë nuk mund ta bëj pra mendësia e tyre politike. Këtë mund ta bëjnë vetëm ata që kanë marrë besimin e qytetarëve, pra lëvizja vetëvendosje. Faleminderit. Zoti Armen Zemaj, Ismail Kurteshi le të bëhet gati. Faleminderit kryesues, kolegët pak deputet që jeni këtu të pranishëm, musafir, edhe gjithë ju që po shprehni interesimin që çka po ndodh në seancën plenare, sidomos qytetarët e vendit që me drejt janë shqetësuar, mbi të gjitha janë shumë të interesuar që zgjedhjet e 11 qershorit, pavarësisht mënyrës se si kanë ardhur dhe çka kanë derivu, të ketë konstituim të institucioneve, sidomos të fillojmë me kuvendin dhe të përfundojmë me zgjedhjen e qeverisë. Ajo që ka shihet dhe që është e qartë edhe që po theksohet, por para se me dalë të kjo nuk jam shumë interesuar që këtu të shndrojmë në monolog, sepse do të kishin apo do duhet të kishin debat, edhe mos ta shndronim në diskutime dëshiras apo edhe dhe skajshmërisht në demagogji politike, por të kërkojmë të ofrojmë zgjidhje edhe kuvendit, por të propozojmë diçka që mund të ecë më tutje. Edhe kjo sigurisht që bara tash rastisht i bjen e moshës kryesuesit seancës, por edhe grupe politike që po shprehin interesimin të jenë prezent këtu. Qoftë grupit ton LAA si koalicion apo lëvizjes vetëvendosje. Përberja paniste për çudi kuptohet me shumicën e saj parlamentare, edhe ato që u thanë edhe me listën serbe plus Radojqiqin edhe të tjerët, dëshiron që t'ja imponoj pakicës zgjedhjen e kryetarit edhe të qeverisë. Dhe kjo është mos e qartë, tash e kanë kuptuar edhe qytetarët e vendit dhe nuk do ndonjë koment tjetër. Por zotëri kryesuesi i seancës, unë besoj që ju duhet të thirrni një takim konsultativ, pavarësisht a i pëlqen vetëvendosjes apo Lidhjes Demokratike të Kosovës, me grupet politike që janë kuvendin e Kosovës. Unë e kom pa dhe në të kalumen që pak kjo është zgjeru në subjekte politike, kjo duhet të dalloj. Nëse thirret në brenda kuvendit janë grupet politike që janë të përfaqësuara, subjektet politike kanë drejt pas konstituimit të kuvendit të themelojnë grupe tjera politike nëse ndin veten edhe në emërtimet e tyre të subjekteve politike. Dhe ky takim konsultativ që po kërkohet nga të tjerët, besoj që duhet të ketë një adresim, edhe të ju, që ju në këtë thirrje të adresoni 3 çështje çka po dëshirojnë. Apo dëshirojnë që të imponohet kandidati për kryetar, apo dëshirojnë që të imponohet shumicës kandidati për kryeministër, apo dëshirojnë që të lëshojnë rrugë pakicës që të zgjedhin organet edhe të kuvendit edhe të qeverisë. Domethënë jo këto 3 pyetje besoj që duhet t'ja adresoni pastaj po ndërhyj, por jo bëj këto 3 pyetje, po as mos shkon mendja që i thon ata këto që japin përgjigje në këto 3 pyetje. Dhe sigurisht zotëri kryesues, edhe deputetët, por edhe grupet politike duhet ta kenë një përgjigje për çka thirret në takim konsultativ. Jo vetëm për fontan dëshiras, apo
edhe për paragjykim se duhet shtyr për diçka tjetër. Në fundit edhe kërkesa për shkurën zgjedhje do të ishte demokratike, edhe do të kishte një kuptim për me qenë pjesë e debatit, nëse ata me të vërtetë kanë këtë guxim politik apo kanë mendim tjetër. Ajo çka unë mendoj sot, këtu dulen dy propozime që janë shumë serioze nga dy grupe politike, por që kërkojnë veprim. Dhe tash ke barra i bjen neve këtu që jemi të pranishëm dhe që po jemi pjesë e mbarvajtjes apo vazhdimit të seancës konstitutive, duhet ketë veprim. Dhe as ne nuk mund të qëndrojmë kështu duke bërë monolog me vetveten apo duke i lodhur qytetarët, sepse shumica ajo çka dihet, pat edhe tema të reja që janë interesante dhe besoj që në të ardhmen me konstituimin e institucionit të Kosovës do të jenë pjesë e debatit, sepse po zgjerohet kërkesa edhe për të kalumen, edhe për vrasjet politike, edhe për sundimin e rendit ligjit, edhe për kërkim faljen kush çka ka bën të kalumen dhe me kanë ka qeveris, dhe kjo do të jetë shumë mënyrë demokratike dhe qendrore, por sigurisht në interes qytetarëve të vendit. Faleminderit shumë. Të lutem shumë. E ka fjalën Ismail Kurteshi dhe ju lutem këto biseda mos ta shndrohen në biseda si të them, të bëjmë mohabet kondasi koti. Të mundohemi të japim kontribut për problemin në të cilën gjendemi. Le të bëhet gati Ali Lajçi. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë deputetët, për mysafirët dhe qytetarët e Kosovës. Koalicioni PAN, të gjithë e dim që e ka të drejtën ta propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit, por çuditërisht ata nuk po e shfrytëzojnë këtë drejtë. Po ashtu dihet se deputetët e koalicionit PAN dhe të minoriteteve janë të obliguar që të marrin pjesë në këtë seancë dhe ata nuk po e përmbushin obligimin e vetë. Veprimet të çuditshme apo jo. PAN-i po kërkon konsultime, po në konsultime po kërkon një kohë tjetër për konsultime, kështu që konsultimet i ka shndruar në mjet për të ble kohë. Edhe unë, si shumë deputet e qytetarë të Kosovës, i bashkohem ftesës që PAN-i të vjen këtu në kuvend dhe ta propozojnë kandidatin e vetë për kryetar të kuvendit. Është krijuar një përshtypje si pas me e gabueshme se çdo gjë tani më është në duart e PAN-it. Dhe PAN-i nuk është shumica. PAN-i është 1/3, bile ma pak se 1/3 e kuvendit të Kosovës. Unë mendoj që deputetët e vullnetit të mirë, të cilët edhe janë shumicë në këtë kuvend, duhet të bashkohen, të merren vesh për veprime të caktuara që do të nxjerrin vendin nga kjo krizë. Këtë përkushtim, këta deputet duhet ta dëshmojnë me nënshkrimet e tyre në një dokument që do të hartojmë bashkë, dhe kur t'i bëjmë 61 nënshkrim bashkë, atëhere ndërpriten të gjitha thashethemet e PAN-it se i kanë numrat, ndërpriten përpjekjet e tyre për të shantazhuar ose për të blerë deputet, dhe vendi kështu do del nga kriza. Prandaj, unë ju ftoj edhe ju deputet që jeni këtu në sallë, e që jeni për të dal nga kjo krizë, urdhëroni të ndërmarrim këto hapa të cilat e ndërpresin këtë amulli të cilën po e shfrytëzon PAN-i dhe të gjithë ata të cilët si duket interesat personale e grupore i kanë nxjerrur para interesave të vendit, dhe për këte nuk kemi marrë besimin e qytetarëve, po ne duhet ta kryejmë obligimin ashtu edhe siç kemi premtuar para qytetarëve të Kosovës. Ju falenderit. Falenderit. I kemi vetëm edhe 3 diskutues dhe me demande ta mbyllim, mos ta zgjasim më tepër. Fjalën e ka Ali Lajçi. Edhe bëhet gati na Rugova.
I nderuar kryesus, deputet të nderuar, zoja zot